Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, ku konfirmua detyrimi që deklaratat, etiketat dhe dokumentet e produkteve të jenë edhe në gjuhën shqipe. Mexhiti cilësoi këtë vendim si dëshmi të qartë se e drejta është në anën e shqiptarëve dhe theksoi rëndësinë e respektimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në vend. Shqiptarët janë popull konstituiv në këtë shtet dhe gjuha shqipe është realitet që askush nuk mund ta kufizojë, deklaroi Izet Mexhiti. Ministri i Ekonomisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut paralajmëroi se ekziston rreziku që çmimet në vend të rriten si pasojë e luftimeve në Iran. Para mediave Besar Dyrmishi deklaroi se analizat ndërkombëtare tregojnë se çmimet janë ende të qëndrueshme, mirëpo sipas tij ekziston një rrezik i tillë që çmimet të mund të rriten. Postoji ovakav rizik da može da se zgolimova cenite. Svakodnevno ja monitorirаме ситуацията. Ние како Министерство за економика. Ne si Ministri e Ekonomisë dhe Punës punojmë në drejtim të sigurimit të një tregu të qëndrueshëm, të mbrojmë të drejtat e punëtorëve dhe të ndihmojmë ekonominë, ndërsa në pjesën e qeverisë, nëse ndodhin rreziqe të tilla, do të jemi aty në mënyrë transparente dhe do të marrim vendime. Извика вакви ризици, ќе бидеме таму транспарентно, ќе донесеме одлуки кои Tha Ministri i Ekonomisë dhe i Punës i Republikës Maqedonisë së Veriut. Sektori i ndërtimit vijon të shënojë rritje dyshifrore në Maqedoninë e Veriut. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit deklaroi për 14.6% rritje në një kohë kur po ndërtohen projekte kapitale, autostrada, kurudha, rrugë rajonale dhe lokale, si dhe një numër i madh projektesh komunale. Sipas Aleksandra Nikolovskit, tremujori 4/2025 konfirmoi angazhimin dhe përkushtimin për realizimin e projekteve kapitale. Statistikat zyrtare tregojnë se në fund të vitit 2025 prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 3.8%. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kuvendi i Shqipërisë miraton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Shumica në pushtet së bashku me 3 votat e social-demokratëve votuan për largimin nga kabineti të Belinda Ballukut, Elisa Spiropali dhe Piro Vengut, ndërsa së bashku me emërimet e reja, Albana Koçiu caktuar zëvendës kryeministre, Ferit Hoxha ministri i jashtëm, Besford Lamallari ministri i brendshëm, Ermal Nufi ministri i mbrojtjes, Toni Gogu ministri i drejtësisë, Enea Karakaçi ministri i infrastrukturës dhe energjisë dhe Eriona Ismaili ministri i shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Opozita shqiptare në sallën e kuvendit akuzoi shumicën se po mban të bllokuar propozimin e raportit të demokratëve nga Komisioni i Mandateve për lejimin e kërkesës së SPAK për caktimin e masës sigurisë ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregullorja e kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju pa e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim. Kryetari i grupit parlamentar të Demokratëve, Gazmend Bardhi, deklaroi se kuvendi ka detyrim t'i kthejë përgjigje SPAK, ndërkohë që ka 3 muaj që pengon hetimet. Çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurorisë së posaçme. Kanë 3 muaj që po pengohen hetimet sepse prokuroria pret përgjigje nga kuvendi. Jepni një përgjigje. Thoni duam ta mbrojmë korrupsionin, nëse keni vendosur ta mbroni korrupsionin, por ktheni përgjigje. Në emër të socialistëve, kryetari i grupit parlamentar sqaroi opozitën se artimi i raportit të Këshillit të Mandateve është brenda afatit 2 javor të përcaktuar nga rregulloria. Tauland Balla deklaroi se në datën 12 mars pritet të jenë gati të 2 raportet për miratimin e kërkesës së SPAK në caktimin e masës së sigurisë për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimin se po shkelet afati, sepse afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raportet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.